Policia e Fierit ka zbarkuar në zyrat qendrore të kompanisë Bankers dhe ish dashur të hyjë me forcë. Pas aksionit të policisë janë arrestuar drejtuesi dhe ish drejtuesi kompanisë Bankers Petroleum. Mësohet se në pranga ka rënë CEO kinezi Bankers dhe ish CEO Leonida Çobo, teksa veprimet hetimore janë ende aktive si kurse edhe aksion. Forca policie, të shoqëruar nga një furgon i drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, janë parë të hyjnë në mesditën e së mërkurës në ambientet e zyrave qendrore të kompanisë Bankers Petroleum në Fier, e cila operon në sektorin e nxjerrjes së naftës në fushën e Marinzës. Disa automjete luksoze me targa shqiptare dhe të huaja u pan të parkuara jashtë godinës, ndërsa nuk është bërë ende e ditur zyrtarisht arsye e këtij kontrolli. Burime konfidenciale përmendi si shkak të mundshëm një borxh të konsiderueshëm që Bankers i ka shtetit shqiptar, konkretisht në lidhje me detyrimet fiskale të papaguara. Kompania është përballur dhe më parë me akuza nga autoritetet tatimore dhe doganore për mos përmbushje të detyrimeve ligjore ndaj buxhetit të shtetit. Në të kaluarën, Bankers Petroleum është kritikuar gjithashtu për ndikimin negativ që aktiviteti i saj naftënxjerrës ka sjellë në mjedisin e zonës në Marinzë, duke shkaktuar ndotje të konsiderueshme dhe shqetësim për komunitetin lokal. Për momentin nuk ka ende një reagim zyrtar nga kompania apo institucionet shtetërore, ndërsa pritet që orën në vijim të hedhin më shumë dritë mbi natyrën dhe qëllimin e këtij aksioni. Bankers Petroleum është aktor kryesor në industrinë e naftës në Shqipëri. Prej vitesh ajo administrohet nga sipërmarrës kinez, të cilët e blen kompaninë nga investitor kanadez që e kishin themeluar atë.